Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, javën e kaluar pothuajse kemi përmbyll ngjarjen e betejës së apo rrethimit të Taifit dhe betejës së Taifit në përgjithësi, dhe kemi përmend se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra ajo rezumeja është qëndron në faktin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam masi që ka përfundu betejën e Hunenit, robërit edhe pasurinë e luftës i ka vendosur në një vend që është quajtur Gji'rane, edhe e ka përgatitur ushtrinë dhe jo nis direkt në Taif për ta rrethu Taifin për shkak të rrezikut që ata më riformatizu edhe me u rikthy në betejë. Mirë po, në ky rrethim kemi përmend karakteristikat e këtij qyteti në përgjithësi, edhe kemi përmend se muslimanët kanë qëndru parafërsisht në disa transmetime thuhet 14 ditë, në disa 20, po parafërsisht aty ka qenë, dhe kur kanë dështu, atëherë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tregon apo rekomandon që ta lirojnë dhe të tërhiqen dhe të kthehen për në Mekë. Pra kjo është ajo ngjarja në përgjithësi. Unë do të ndalem në disa pika të atyre gjërave të cilat i kemi përmend javën e kaluar që ndërlidhen me rrethimin e Taifit, për arsye se janë mësime të cilat na hyn punë në jetën tonë të përditshme, për arsye se në fakt edhe se kemi përmend disa herë, mësimi i sirës është që të jetë udhëzim edhe për jetën tonë të përditshme. Çështja e parë që është e rëndësishme është se kemi thënë gjatë kthimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa nga sahabët ishin shumë të mërzitur nga kjo ngjarje dhe si nuk arritën ta çlirojnë. Në anën tjetër, edhe humbjet e muslimanëve në rrethimin e Taifit ishin më të shumta se sa në betejën e Hunenit. Në betejën e Hunenit një mend ka qenë kurth, mirë po nuk ka pas shumë vrasje, nuk janë vrarë shumë besimtar, kurse në betejën e Taifit shumë ma shumë janë vrarë. Edhe përpjekja edhe vështërsitë kanë qenë shumë të mëdha. Prandaj edhe gjatë kthimit i kanë thonë, oj dërguari i Zotit, shumë na kanë vrarë, shumë na kanë bë, kemi hjek shumë, bëj dua për Taifin, për arsye se na kanë bë zullum shumë, pra nuk kemi arrit me depërtu, edhe krahas kësaj edhe na kanë vrarë shumë njerëz. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ngrit duart, edhe çka kemi thonë, në vend që të bëj dua kundër tyre, çka ka thonë, Allahumma hdi Thaqif, o Zot, udhëzoje fisin e Thaqif. Wa'ti bihim, në një transmetim ka ardhur, dhe bëj që ata të vinë tek ne si besimtar. Në disa transmetime ka thonë, o Zot, runa prej sherrit tyne. Domthon udhëzoj ata edhe runa prej sherrit tyre, në kuptimin që mos me pas më ballavaçim me ta. Dhe kjo ka qenë duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe cili është mësimi? Mësimi qëndron në atë faktin që kemi përmend disa herë, që synimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë as zgjerimi, as territori, as zgjerimi i shtetit, po ka qenë vetëm përcjellja e fesë njerëzve në përgjithësi. Prandaj edhe Thaqifi, me gjithë ato vështërsitë të cilat është ballavaçuar me ta, duke përmendur edhe rastin e parë atje kur ka shku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam prej Mekës në Taif, edhe i ka thirrë dhe ka ngjujt me gur, edhe aty ka pas rastin me bë dua kundër tyre, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mëshiruar edhe ka bë dua tjetrën, që Allah i madhërisht me nxjerr prej pasardhësve të tyre njerëz që adhurojnë Zotin. Pra e shohim në dy rastet manifestimin e mëshirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithse vërtet kanë hjek shumë prej tyre, edhe është ballavaçuar me gjithë ato vështirësi. Me gjithë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bë vetëm dua për hajër për ta e asesi ndryshe. Edhe në fakt kështu ka ndodhur, për arsye se pas kësaj nuk ka pas më ballavaçim me ata,
pra e kanë pranuar Islamin, ashtu që do ta shpjegojmë tutje. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë ka të bëjë me instrumentin apo institucionin e shuras në Islam. Shura, nuk e di a e keni parasysh përdorës si terminologji, është për qëllim konsultimi në mes njerëzve, posaçërisht konsultimi në mes njerëzve që janë të dijshëm në rrethana të ndryshme në jetë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas zhvilluar këtë dhe parim në Islam është edhe në shtet, edhe në çdo sen që të ketë konsultim para se të bëhet ndonjë vendim. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam para se të kërkoj tërheqjen është konsultuar me sahabët. Edhe kemi përmend fillimisht ata të rinjët posaçërisht që kanë qenë më entuziast, posaçërisht pas betejës edhe pas triumfit në Hunain, kanë thonë jo, gjithsesi ne do të triumfojmë dhe do të arrijmë ta detyrojmë Thaqifin që të dorëzohet. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka pas mendimin që të tërhiqen më herët, e ka dëgjuar thonjen edhe kërkesën e këtyre më të rinjve, derisa kanë bërë disa tendenca të tjera të cilat kanë dështu edhe prapë kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë po tërhiqemi, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë mendimin e tyre edhe është tërheq. Dhe kjo çështje përfitojmë nga kjo rëndësinë e shuras, do thotë konsultimit në mes muslimanëve, posaçërisht udhëhesave e kështu me radhë, komandantëve e kështu me radhë, po gjithashtu edhe atë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë një lider që ka dashur me qenë fjala e tij në çdo rrethanë, në çdo situatë, vetëm që thot ai. Për arsye se e kem parasysh në shumë rrethana disa njerëz që po them kushtimisht ju hyn vetja në huj në ndonjë sukses ose ndonjë arritje, mendon që ai është referenca kryesore që duhet të vendos për çështjet e rëndësishme të shoqërisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, megjithse e ka pas këtë epitet i zgjedhur i Zotit Madhërisëm, edhe veprimet e tij kanë qenë në mbikëqyrjen e Allahut Madhërisëm, megjithatë nuk ka pretenduar këtë çështje edhe në shumë raste, pra ka ra në dakordim dhe si e ka vendos muslimant ashtu edhe ka vepru, pra ka lënë edhe mendimin e tij, sikurse që ka qenë në betejën e Uhudit, po edhe në këtë rast, pra fillimisht ka qenë i hershëm kërkesa edhe propozimi i tij që të tërhiqen, megjithë insistimit të disa të rinjve, prap ka qëndruar derisa ata i mbin dhe është tërhiqur së bashku me ta. Çështje e rëndësishme gjithashtu që ka është në këtë kontekst edhe në këtë ngjarje që përfitojmë nga jeta jonë e përditshme është ajo që vërtet vëllezër të nderuar, në këtë dynjë nuk ka triumf absolut. Nuk ka triumf do thotë plot. Pra kanë fituar muslimanët në Hunain, mirë po në Taif nuk arritën fitoren që e pretendun apo e synun. Dhe çfarë kuptojmë nga kjo? Kuptojmë që jeta e kësaj dynjaje kështu është. Nuk arrihet gjithmonë, njeri mundet me synu gjërat e ndryshme në jetë, po suksesi i plot nuk është që mundesh me arrit në çdo situatë dhe në çdo rrethanë. E kemi përmendur, një kujtohet edhe në betejën e Bedrit, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kthy prej Bedrit, ka qenë një arritje e jashtëzakonshme për muslimanët, me futjen e tyre në Mekë, ju ka ardhur lajmi që ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka ardhur lajmi që ka vdek vajza e tij, Ruqia, edhe është ballavaçuar në të njëjtin rast, është fut me gzim në Medinë, po gjithashtu edhe me mërzi se i ka vdek vajza. Dhe kështu është realiteti i kësaj dynjaje. Pra, dhe edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, duke qenë pejgamberi i Zotit, është ballavaçuar me këso rrethana. Çfarë përfitojmë na? Përfitojmë na atë aspektin që nganjëherë nuk duhet njeri kur ballavaçohet me një mërzi, me një mos sukses, po e themi edhe me ndonjë dështim ndoshta në jetë, humbje e kështu me radhë, nuk duhet njeri të kaplohet me pesimizëm, edhe me pas mendim të keq, ose edhe me paramendu që Zoti mu s'po më don, ose pse veç mu me më ndodh kjo, zakonisht disa vezvese që ndoshta na bin në ndërdijen tonë, edhe ndoshta nëse nuk i deklarojmë atë, fatkeqësisht shumë prej njerëzve madje besimtarëve ndoshta edhe i thojnë këtë,
duhet me pas parasysh këtë rrethanë dhe këtë situatë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ka qëndruar 20 ditë në rrethim të Taifit. Edhe dikush mund të thonë pse Allah i Madhërisht nuk i ka ndihmu. I ka pru me laqet në Hunen, po këtu nuk i ka ndihmu. A ka mujt Zoti i Madhërisht i pru me laqet edhe me thy derën apo me thy murin edhe me depërtu edhe me arrit fitoren, ka mujt. Pra arsye se Zoti i Madhërisht është i gjithfuqishëm. Po duhet me kuptu besimtari se kështu është jeta. Allah i Madhërisht të ndihmon aty ku e dinaj, edhe sipas vullnetit edhe dëshirës edhe diturisë së tij absolute. E jotja është me kërku, me i bë sebepet edhe mbështet në Zotin e Madhërisht. Nëse vjen suksesi, atëherë kjo është në bazë të asaj që ka caktuar Allahu i Madhërisht me diturinë e tij të plot. Nëse dështon në ndonjë punë, nuk do të thotë që ka ndodhur se ti nuk je në të drejtën ose ty nuk don Zoti apo diçka nga këto vezvese, po çka ti ballafaqohesh edhe mbështetesh në ato sebepe edhe fillon nga e parja apo tërhiqesh edhe vazhdon jetën. Ashtu që kanë vazhduar muslimanët edhe pas betejës së Uhudit, edhe në këtë rast e në rrethana të ndryshme në përgjithësi. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër të nderuar, për ne si musliman edhe besimtar, në rrethana të ndryshme, posaçërisht në situatën të cilën tash po e vrem në posaçërisht në Gaza tash edhe çka po ndodh atë, nuk duhet besimtare me humb edhe me qenë pesimist nga ajo çfarë po shohim, për arsye se Allahu i Madhërisht e din urtësinë e tij dhe ne jo që të dorëzohemi edhe me thonë valla është diçka e pamposhtur, kjo çfarë janë duke bërë jahudit apo izraelitët në përgjithësi edhe t'i dorëzojmë kësaj, duhet me i bë sebepet edhe me i mbështet Zotit Madhërisht edhe me e lut Zotit Madhërisht në fitore, por edhe ky, po them kushtimisht dështim ose situatë e humbjes që mund të ballafaqohen muslimanët në ato vende, nuk duhet me qenë rrethanë e dëshpërimit, për arsye se Allahu i Madhërisht cakton edhe e din kur meritojmë fitoren e mirëfill që ai më na ardh edhe me qenë në krahun tonë. Kjo ishte do thotë çështja e tretë. Çështja e katërt që ndërlidhet me këtë rrethanë është, kemi përmend dersin e kaluar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak të rrethanës së situatës së qytetit të Taifit që ka qenë i rrethuar si qytet, për dallim nga qytetet tjera të Siudhesës së Arabisë, pra ka qenë i lartë edhe i rrethuar, ka përdor metodologji dhe teknika të reja luftarake për me hap qytetin edhe me thy murin, që kanë qenë dy mjetet të reja që deri në atë kohë tek arabët nuk kanë qenë të njohura. E para ka qenë mengjeniku që tham, që është për qëllim ajo katapulti, një lloj, me thon si lloj tenku që ka gjujt gur edhe ka rrok murin ose ka depërtu për te i murit guri edhe tendencë për me depërtu edhe për me arrit armikun nga me psu dëmen muri edhe me depërtu edhe me luftu, që ka qenë një mjet i ri për atë kohë tek arabët në përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përdorur këtë për shkak të rrethanës së re, se qyteti ka qenë i rrethuar për dallim nga qytetet tjera të Siudhesës së Arabisë. Dhe gjithashtu përdorimi i atij mjeti, që nuk e di si i thojnë në gjuhën shqipe, nuk e di edhe a ka emër, po zakonisht ka qenë i njohur në atë rrethanë që ka qenë në formë e mbulojës, ka pas rrotat, edhe ushtarët janë futur nër atë, dhe ajo ka qenë mbrojtje që ti afrohen murit edhe nëse sulmohen me shigjeta ose edhe me vaj të nxehtë ose me flak e kështu me radhë, që të mbron ushtarët mrenda dhe të arrijnë që ta thejnë apo ta rënojnë murin gjatë situatës që t'jenë përfuni edhe me u mundu me e thy. Edhe kjo metodë, pra mjet i ri, është përdorur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë betejë për herë të parë, madje tek arabët në përgjithësi. Dhe çfarë përfitojmë nga kjo? Përfitojmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe praktika muslimanëve në përgjithësi ka rshi gjërave të reja. Pra, nëse është në dobi dhe në shërbim të njeriut edhe shoqërisë në përgjithësi, nuk refuzohen ato. Dhe ne i përdorëm
edhe i fusim në shërbim, ashtu që e ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thuhet se këtë njohuri e ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Salman el-Farisi, që ka qenë pej persianëve, edhe ai e ka propozuar si propozim, sikurse në betejën e Hendekut. Në disa transmetime thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam paraprakisht ka dërguar 2 persona tek disa fise ma larg që kanë pas këso njohuri që prej tyre të përfitoj e ta mësojnë këtë metodologji edhe ndërtimin e këtyre gjërave të reja, dhe gjatë rrethimit të Taifit ata kanë ardhur dhe e kanë fut këtë praktik të re në betejë. Pra ky është ai mësimi që duhet me pas parasysh, pra që njeriu besimtari duhet hulumtoj edhe të përfitoj nga njohuritë të tjerëve dhe nuk duhet të jetë fanatik edhe të refuzoj, i thuhet në gjuhën terminologjinë e njohur ksenofob, do thot me urrejt çdo gjë që s'është e jotja, që është e huaja, nëse është do thot diçka në dobinë e njerëzimit dhe shërbimit të muslimanëve në përgjithësi, atëherë ajo adaptohet edhe shfrytëzohet përderisa nuk është diçka që e kundërshton ligjin e Zotit të Madhërisëm në përgjithësi. Çështja tjetër edhe dobi nga kjo betejë dhe zhvillimi i kësaj beteje në përgjithësi është edhe ajo se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdor edhe luftë psikologjike. Cila ka qenë lufta psikologjike? Në betejën e Taifit, jo në Hunain. Lufta psikologjike ka qenë që kur është afru murit edhe ka tentu me dëpërtu, ka proklamu, ka ba mi thirr njerëzit edhe me thonë ata robër, të cilët janë në anën tjetër të murit dhe dalin këndej dhe në bashkangjiten do të lirohen. Dhe kjo ka qenë një formë e luftës që vërtet robërit, edhe pse ishin së bashku me Thaqifin në mur, kur e kanë kuptu vlerën se nëse ikun nga ai vend edhe dalin në anën e muslimanëve do të fitojnë lirin, atëherë një numër i tyre, thuhet 20 kanë qenë, thuhet disa më shumë, kanë ikë në gjatë natës edhe ju kanë bashkangjit muslimanëve dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu që ka dhënë fjalën, ju ka dhënë lirin. Madje masi që është dorzu Thaqifi dhe i kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i kanë lyp këta robër, kanë thonë kthe ndaj robrit tash se na bë musliman. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë jo, për arsye se kjo ka qenë marrëveshje që ne ja u kemi dhënë lirin edhe nuk do ta rikthejmë mrapa këtë vendim edhe këtë marrëveshje që e kemi bërë me ta. Dhe kjo ka ecë edhe ka funksionuar në këtë formë dhe të gjithë këta të cilët kanë dalë, pra kanë fituar lirin. Dhe kjo ka qenë një formë e një lufte psikologjike për me dobësu armikun nga brenda. Gjithashtu ka qenë edhe një veprim tjetër, të cilën e kemi përmend javën e kaluar, cila ka qenë ajo? Urdhri për me i djeg pemt që kanë qenë për rreth Thaqifit, për rreth qytetit, që faktikisht Thaqifi ka qenë, Taifi ka qenë një qytet që ka pas shumë agronomi dhe bujqësi, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdor këtë luftë psiqike që të djeg disa prej palmave dhe pemëve, derisa kur fillon ata ta lusin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ti mshiroj dhe mos ta bëj këtë vepër, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka heq dorë. Ka heq dorë si rahmet edhe mëshirë ndaj tyre, edhe pse ata e kanë luftu, edhe janë dalë, edhe kanë në çdo formë metodë kanë përdorur me e luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, megjithatë edhe ndaj tyre ka qenë mëshirshëm, ka thënë lene për shkak të atij rahmeti që kishte kur kanë insistuar dhe kanë kërkuar rahmet pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga andej murit që mos ta bëj këtë vepër, pastaj është kthy edhe nuk e ka vepruar. Pra këto ishin disa nga veprime dhe dobi që i përfitojmë nga rrethimi i Taifit apo beteja e Taifit në përgjithësi, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas kësaj urdhëron me ushtrinë edhe fillon me u kthy, edhe ku kthehet në Gjerane. Gjerane aty ishte pra një lugin, një vend që njihet edhe sot, ju rastis me shku prej Gjiddes kur hypni pra kur zbrisni prej aeroplanit dhe nisni për në Medinë, vërehet ato shenja që është do thot ky vendbanim ose ky vend që është një lugin ndërmjet Taifit edhe Gjiddes, Taifit edhe Mekës, më afër Mekës është,
Edhe këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte lënë robërit që kanë qenë sa prafërsisht 6.000 prej tyre. Prafërsisht domthon 6.000 robër prej Thaqifit edhe Hawazin. Edhe kanë qenë edhe plaçka e luftës që është mbledh, që ka qenë një numër shumë i jashtëzakonshëm, 25.000 deve, 40.000 dele dhe pasuri e luajtshme e jashtëzakonshme, që nuk njihet në historinë islame që ndonjëherë muslimanët kanë arrit pasuri të asaj natyre në ndonjë betejë. Pra ka qenë e jashtëzakonshme. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kthehet nuk urdhron me e shpërnda ata robërit edhe pasurinë që e kishin në dispozicion. Ajo që ka vepron mas pari, e keni parasysh, disa herë kemi përmend të shpërndarja e prej së luftës, pasuri që fitohet nga lufta ka rregulla, ka dispozita, shumica të cilat janë të zbritura në Kur'anin famlar edhe shpjegohen shumë në fund detajzuar. Kemi përmend që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam funksionimi i ushtrisë është që ushtarët e rregullt nuk kanë pas rrogë, sikurse tash në ushtritë e rregullta të shteteve kanë rrogë edhe marrin pra mëditje e kështu me radhë, apo është fjala kur ka ushtri të rregullt. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rregulli ka qenë që ai ushtar i cili merr pjesë në betejë edhe e vret një ushtar të armikut, merr domosdoshmë të drejtën e ka një hise ato armët e atij ushtari dhe veshmbathjen e tij ka drejt me marr dhe gjithashtu ka hise prej presë luftës e ka një hise. Nëse ka marr së bashku me kali, atëherë i ka sa 3 hise, 2 hise për kalin e 1 hise për veten e tij. Këtë rregull pra e ka shpërnda. Dhe ka mbet pasuria tjetër që kanë qenë ajo në kampin e Thaqifit edhe Hawazin. Ju kujtohet që një nga gabimet më të mëdha që e ka bë Malik ibn Aufi, udhëheci i ushtrisë, komandanti kryesor i ushtrisë Thaqifit edhe Hawazin, që janë ballaquar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është që i kanë marrë edhe fëmijët e tyre, edhe gratë e tyre, edhe pasurinë pra prej bagtive, delet e devet e keq çka kishin dhe gjithashtu edhe pasurit luajtshme të ndryshme i kanë marrë me veti dhe ka pretendu Malik ibn Aufi që në këtë formë ju bëhet presion më shumë ushtarëve që të qëndrojnë edhe ta fitojnë betejën. Mirë po kjo ka qenë një strategji e gabuar dhe e keni parasysh ai Durejdi që i ka thonë kjo çka ke bë nuk e ke bë nuk e ke marrë të mirë, megjithatë ai nuk ka dëgju dhe ka dalë që ka qenë kjo një veprim shumë fatal për të. Për arsye se ushtria ka ka mbet gratë, ka mbet fëmijët, ka mbet pasuria e luajtshme e tëra në kampin ku janë vendos fisi Thaqif edhe Hawazin. Dhe ka qenë një pasuri e jashtëzakonshme. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë atë pasuri fillimisht nuk ka pranuar me shpërnda. Tash kjo pasuri ka një rregull tjetër. Kjo pasuri nuk shpërndahet, nuk hin këto hiset qysh e përmenda pak më herët. Kjo është në brenda betejës kur zhvillohet, ushtari pjesëmarrësi i merr këto hise. Mirë po pasuria që fitohet në kampin ose në vendbanimin e armikut, ai ka rregull të veçantë dhe e sakta është që bie nën kompetencën e komandantit se si do të bëhet ndarja e saj. Asaj pasurie, e keni parasysh. Edhe çka vepron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, urdhron fillimisht mos me u shpërnda, me u mbajt aty, tër ajo kohë sa ka qëndruar në çlirimin e Taifit, që kanë qenë sa 14 ditë ose 20 ditë, po gjithashtu edhe kur është kthy ka qëndruar një kohë, pra nuk ka nis me njerë, ka prit. Çka ka prit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka prit që fisi Hawazin mos po kthehet edhe po dorëzohet edhe po dorëzohet edhe po futet në marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, qoftë me pranu Islamin apo ndonjë marrëveshje tjetër, e që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur m'ia u kthy pasurinë. A keni parasysh? Kjo ka qenë synimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Ka prit, po ata nuk janë lajmëru. Ka shku një kohë e caktuar, edhe pastaj vendos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shpërnda pasurinë. Mënyrën e shpërndarjes së çfarë ka ndodhur do të flasim pak më vonë, po tash po I kthehemi masi që është shpërnda pasuria, edhe robërit në përgjithësi, pastaj kanë ardhur Hawazin. Do të masi që ka ndodhur kanë ardhur Hawazin, edhe I kanë thonë i dërmuj Zotit, na ke mujt, po dorëzohemi, disa prej tyre kanë pranuar, do thotë me e pranu Islamin, edhe ka thonë kthena pasurinë edhe kthena I robërit. Domthon familjet tona. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë a e dini që ju kum prit një kohë caktume, si jeni lajmëru, nuk keni ardhur. Tash unë pasurinë e kum shpërnda, edhe robërit janë shpërnda. Çfarë të bëj tash? Thot, a jeni, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash gjatë bisedës me këta parin e tyre, thot, a jeni, normalisht keni dy mundësi, ose po ja u kthejmë pasurinë, ose po ja u kthejmë robërit, familjet. Cilin po doni? Atëre është shumë e natyrshme që ata kërkojnë familjet, robërit, se sa pasuria, thotë robërit, për arsye se kjo është primare për neve. Mirë po ishte problematike edhe kjo, për arsye se ishin shpërnda robërit, ishin bë robër tek muslimanët në përgjithësi, edhe thotë unë kam një propozim. Thotë nesër kur ta falim namazin e drekës, masi që ta falim namazin e drekës, le të ngritet I pari I juve, edhe le të më drejtohet mu, edhe le të kërkon prej meje një lloj ndërmjetësimi që t'ja u kthejmë robërit juve. Edhe thot unë do të ndërmjetësoj edhe besoj që do të ndëgjojnë musliman. Pra nuk ka dash m'ja u imponu ai si komandat Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka mujt me provendim që këtë robërit të kthehen, po nuk ka dash me qenë qysh me thonë diktator, veç qysh thonë mone, po ka dash me ba këtë në aspektin e dëshirës edhe vullnetit lirë të tyre. Dhe kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka detyru njerëzit në situata në rrethana të ndryshme, dhe kjo ka qenë praktika e tij. Edhe veproi njëjtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që ta fal drekën, ngritet I pari I Hawazin, nuk ka qenë Malik ibn Aufi, komandanti kryesor. Pse? Për arsye se Malik ibn Aufi kur është tërheq, ka shku me Thaqifin edhe është vendosur në Taif. Prandaj edhe ky çrregullim që ka ndodhur derisa ata janë vetdisu edhe kanë ardhur me kërku, ka qenë I vëndshëm. Është ngrit dikush tjetër që ka qenë prej Paris, po jo ai kryesori. Edhe I ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka kërku edhe ka kërku pra një lloj ndërmjetësimi dhe nga kjo mirët edhe vlera që njeriu nëse ka mundësi me ndërmjetësu në rrethana të ndryshme është e vlavdruar edhe është e rekomanduar. Me një fjalë në situata të ndryshme jo me ndërmjetësu me rishvet. Kjo është e ndaluar. Mirë po për shembull nëse një njeri e ka ndoshta ndonjë telashe me gruan e vet, edhe ti ki mirë për shembull me babën e gruas, me shku me ba një fjalë të mirë, me munu, do thonë me ba një lloj ndërmjetësimi, me ndihmu, nëse ki mundësi, mirët nga ky argument. E përmendin fukahat në përgjithësi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka kërku prej tij ndërmjetësim ka thonë unë sa I përket meje, thot edhe fisit tim Abdul Muttalib, thot të gjithë robërit që ai kanë marrë do t'i kthejnë. Kurse thot për familjet edhe fiset tjera, domthon kjo u takon secilit fis me ndërmarr hapin e tyre. Dhe kur e dëgjojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se çfarë ka vepru, njëjtin me një herë kanë bë kush muhaxhirët, as se kanë diskutuar, kanë thonë edhe ne krejt çka kemi marr prej robërve I kthejmë, duke pasu veprën, praktikën edhe kërkesën pra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe fiset tjera në përgjithësi e kanë bërë njëjtën, përveç disa fiseve të caktuara që përmenden me emra që kanë qenë ata që kanë pra në fillim të Islamit, pra ata të cilët e kishin pranuar Islamin rishtazi, edhe kishin një forë lakmie në pasuri, për arsye se kthimi I robërve është ma I shtrejt se sa pasuria I lutshme. Për arsye se nëse nuk kthehen robër, atëherë do t'ju rishiten atyre, do të kompenzohen. Edhe këtu ka një pasuri e madhe. Nuk është do të thotë një pasuri e jashtëzakonshme. Prandaj lakmia e tyre nuk kanë pranuar, prej tyre ka qenë
njerëzit të cilët nuk kanë pranuar pra t'i kthehen, ka qenë Uyejna ibn Hisn. Uyejna ibn Hisn, ky ka qenë ai al-ahmaqul muta, e kemi përmend më herët, ende se kishte pranuar atëherë Islamin, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ai budalla që e pasojnë këtë fisi i tij, pra ka pas një fis shumë të madh, nuk ka qenë shumë i kthjellët, pra ka qenë shumë i vrazhd. Në këtë rast e ka pranuar Islamin, o kon musliman, o bon musliman, po ende e ka pas atë vrazhdi dhe ka thonë që unë si kthej. Edhe fisi jam si kthej. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka detyruar, ka thonë në rregull, pra do të kompenzoheni për këtë rikthim. Pra do t'i merrni për secilin rob që e keni marrë, do të kompenzohen, edhe thot unë e marr përsipër këtë rikthim. Unë e marr përsipër, por për momentin nuk kam kur gjë çam i dhon. Për arsye se siç do ta kuptoni, krejt atë pasuri që e ka fituar në Gjeranën që ka met, ato e ka shpërndarë. Tash në këtë çysh do ta shpjegojmë pak më vonë, për arsye se kemi jetë pak më përpara, por thot në atë moment që do të mvi pasuria e parë, do të kompenzoheni për atë çka po i ktheni ju robrit e tyre. Dhe kështu bëhet marrëveshja dhe ata i kthejnë pra 2-3 fise që refuzojnë mi kthy pa kompenzim robrit e tyre, atyre u premtohet që do të kompenzohen nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në këtë formë i kthejnë robrit e tyre. Dhe kështu ndodh me ta, kthehen robrit, edhe ata i marrin, pasuria nuk ju kthehet për arsye se të kësaj vonese, po të ishin ardhur më herët, do ta merrnin edhe pasurinë, për arsye se kjo në fakt një herë ka ndodhur. E keni parasysh kur kina fol te Ghazwat al-Mustaliq, kur i tërë fisi janë kthy te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ka kthy edhe ka martu vajzën e fisit kryesor, edhe si meher ka qenë kthimi këtë pasurisë, dhe janë solidarizu këtë sahabët edhe ansar, edhe kanë kthy, edhe këtë fisi është bërë musliman si rezultat i këtij veprimi. Edhe të njëjtën e ka bërë edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe andaj edhe kanë pranuar Islamin shumica e tyre, një grup sikurse tek banorët e Mekës ju është dhënë, pra kanë pas afat edhe derisa janë bind, nuk janë fut në Islam. Këtu ndodh edhe një diskutim që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë parin, edhe thotë ku është Malik ibn Aufi? Domthon komandanti ju, ku e keni? A thot Malik ibn Aufi, kur është tërheq, thot ka shku në Taif, edhe është në shtet, domthon tek në brenda në qytet në Taif, dhe nuk ka dal fare. Atëherë i thot i çoni selam atij, thot nëse vjen, dorëzohet, kthehet, do ta merr edhe ai familjen e tij, edhe nuk do t'i bëjmë gjë. Edhe ky ishte në Taif, edhe i çojnë selam fisi i tij që kështu ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nëse vjen me kohë caktuar, do ta marrësh edhe ti familjen tënde, edhe do të jeni të lirë. Kur e dëgjon këtë Malik ibn Aufi gëzohet shumë. Për arsye se din që nuk ka shpëtim nga kjo, po është shumë preventive për të shpëtimi i familjes, edhe fshehurazi ik prej Thaqifit, pra prej fisit Thaqif, prej Taifit, edhe vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i dorëzohet, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kthen familjen edhe bëhet musliman. Kjo është domosdoshmë ngjarja që ndodh me pasurinë dhe me rikthimin e robërve në përgjithësi. Tash po kthehemi tek ngjarja, pra kemi shku pak më përpara edhe kemi shpjeguar çfarë ka ndodhur me robërit, tash po kthehemi tek pasuria që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka rujt në Gjeranën një kohë caktuar, por kur janë vanu ata dhe nuk janë lajmëru, atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vendosur me e shpërnda. Shpërndarja ka qenë kompetencë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ata pjesëmarrës në betejë, secili e ka marrë hisën e vet. Dhe kjo është ajo shtesa e presë luftës që ka qenë një pasuri e jashtëzakonshme. Miliona janë pyetje, nuk janë do të thotë pasuri pra është pyetje miliona që i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dispozicion, edhe fillon tash me i dhon. Edhe tregohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka rujt nga kjo pasuri që e ka pas asnjë sasi të vogël. Krejt e ka shpërnda.
Për arsye se ju e dini edhe në Kuranin famlar, kur Allah i Madhërisht të përmend fejin edhe përmend hisa sa i takon, pejgamberi sallallahu parimisht i ka taku 1/5 e kësaj pasurie. Pra 1/5 ka qenë Muhamedi sallallahu. Ai e ka marrë këtë 1/5, e ka marrë kur është nda, edhe prap këtë e ka shpërnda atyre njerëzve që janë nevojtar. Pra nuk e ka lënë për veti asnjë sen. Edhe ky ka qenë momentumi më i rëndësishëm edhe më thelbësor për ata musliman të Mekës, Kurejshitët posaçërisht, Parisi Kurejshitëve që janë kthjell edhe kanë thonë që ky veç do të më konë pejgamberi i Zotit. Për arsye se po të ishte një njeri që synon diçka, atëherë do të linte për veti diçka. E keni parasysh. Edhe kjo është e rëndësishme, pra dy aspektet, edhe me e kuptu esencën e pasurisë. Pejgamberi sa nuk i ka bë përshtypje fare kjo pasuri. Për arsye se ne e dim parimisht që pasuria në esencë është e Zotit. Ajo na e kemi vetëm dorë një kohë caktuar, njëri shkon nga kjo dunja dhe nuk e merr me veti asnjë sen. Madje kemi hadithe dhe citate që e vërtetojnë që pasuria është edhe përgjegjësi, shtesë për atë që e ka në dorë. Pra, ku e kemi atë rastin që vetet për rinin, për kohën, për shëndetin, për pasurin, si e ka fitu edhe ku e ka shpenzu, dy pyetje janë. Pra, përgjegjësi, shtesë. Prandaj, edhe pejgamberi sallallahu nuk i ka bë fare përshtypje dhe i ka shpërnda. Dhe synimi i tij ka qenë që t'i afroj ata musliman që ende janë labil, ende s'është futur islamin në zemrat e tyre, e që kategorizohen në kuptimin e islam al-mu'allafatu qulubihim. Në Kuranin famlar përmendet kur në surën At-Tauba ajeti 60, kur përmend ku shpërndahet zekati, i përmend 8 kategori. 8 kategori. Prej atyre 8 kategorive, një prej tyre është ata njerëz që ju japim për mi përfitu zemrat e tyre edhe me e kuptu madhështinë e islamit, duke ju dhanë atyre edhe duke ju ndihmu atyre. Edhe këtë e ka pas të zhvillun pejgamberi sallallahu këtë veprimtari gjatë shpërndarjes së kësaj pasurie të Hunenit. Edhe prandaj edhe tregohet që pejgamberi sallallahu Ebu Sufjanit, i cili e kishte pranuar islamin, po ende ishte në një udhkryq, apo të besimit të plot, thuhet që ja ka dhënë 100 deve. Një ashtu i ka dhënë edhe njerëzve të tjerë nga paria e Mekës, Safwan ibn Umayya, që ende nuk ishte musliman, po kishte marrë pjesë në betejë, edhe i kishte dhënë qira pejgamberit sallallahu alajhi wasallam burojat edhe armatimin, ja kthen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe i jap shpërblim edhe atij më shumë se 100 deve. Madje thot Safwan ibn Umayya, thot deri në këtë moment se kum besu që është pejgamberi i Zotit. Mirë, po kur e kum pa si po e shpenzon dhe si po jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë që për Zotin këtë veprim nuk e bën dikush vetëm se pejgamberi i Zotit. E thot ato kanë pranuar islamin. Pra arsye se kum pa që nuk i ka bë fare përshtypja ajo pasuri. Që më thon e kemi përmend në betejë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë pjesë me një mushk, po as kali nuk ka qenë, një mushk. Edhe nuk ka thonë pe marrë për vete një kali pak më të fortë se kam nevojë, si ka pa përshtypje kjo. Pra vetëm ka dhanë, vetëm ju ka shpërnda. Edhe pra atyre njerëzve që kanë qenë të nevojshëm, edhe atyre njerëzve që ka tentu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi përfitu zemrat e tyre. Prej atyre njerëzve ka qenë edhe Harith ibn Hisham, që ka qenë vllau i Ebu Jehlit. Edhe ati ka dhanë shumë. Prej tyre ka qenë edhe Hakim ibn Hizam, edhe ky ka qenë prej atyre njerëzve të ri që ka pranuar islamin, edhe kjo ngjarje qëndron edhe në Buhari edhe në Muslim, thot po tregon ky Hakimi vet, thot kur e kum pa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po shpërndan, thot kum shku te pejgamberi sallallahu, ky ka qenë pe Paris Mekës, e kishte pranuar islamin në çlirimin e Mekës. Ande ishte, edhe thot kum shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i kum thonë o i dërguar i Zotit edhe thot më ka dhënë sa domon jom ngi. Edhe kur e ka marrë atë pasuri edhe është largu pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur e ka pasur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po jap, thot kum lakmu, prap kum shku edhe kum thon Edhe thot prap më ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kum marr thot sa kum mujt, edhe jom tërheq. Kur e kum pasur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë po shkep, vetë po shpërnda, prap thot kum shku edhe kum thon o pejgamber, o i dërguar i Zotit thot prap më ka dhënë.
edhe më kanal ka thonë, o Hakim, thot vërtet kjo pasuri, edhe këtu është ajo poenta, vërtet kjo pasuri është khadiratun, do më është diçka e lakmueshme dhe diçka që e don zemra. Do më ka qef njëri me pas, do më e ka. Thot prandaj, thot vërtet kjo pasuria është do thot e ëmbël edhe khadira, nëse e përkthejmë në shqip, është diçka e gjelbërt, është për qëllim që e tërheq syni. Do më diçka që ka qef syni. Thot pasunia është e ëmbël dhe e tërheq syni. Thot ai njeri i cili e fiton këtë pasuri duke qenë do thot duke mos shtri dorën, duke mos kërku lëmosh, po i vjen pasuria pa kërku do thot lëmosh, pa e ul veten e tij, atëherë Allah i madhërisht asaj pasurie i qen bereqet edhe ka përfitim prej saj. Thot ajo pasuri që i vjen njëri duke lyp, duke kërku, atëherë ajo pasuri thot e merr njëri, mirë po nuk ka bereqet në ta. Edhe është sikur se ai njëri që han po nuk ngopet. Na e kem atë fjalën gjuhën e popull e ka synin e unt, apo do nuk ngopet. Thot prandaj dije thot që vërtet ajo dorë që është lart është më e vlefshme se ajo dorë që është poshtë. Kështu e ka bën nasihat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Hakimin. Thot kur ma ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë fjalë, atëherë thot e kum kthy. Herën e parë që e ka marr, nuk e ka kthy, herën e dytë edhe tretë që më ka thon thot e kum kthy. Edhe i kam thonë, merre, ktheje, s'kam nevojë për të i dërguar i Zotit. Edhe thot prej atij momentit jam besatu, jam betu para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kur në jetë s'ku më marr prej dikujt më kurrë deri sot jam gjallë. Edhe kjo është ajo kulmi i imanit të tij. Edhe tregohet për këtë njeri ka jetu edhe në kohën e Abu Bekrit, edhe në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe në situatën rrethana ndryshme i kanë dhënë për arsye se ka pas shteti islam mundësi me i dhanë, thot nuk ka pranuar me marr deri sa ka vdek. Pra e ka qenë vend këtë besatim që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ka qenë Hakim ibn Hizami që deri në ato momente ka qenë në këtë farë labilitet, me thonë kushtimisht, mirë po kjo veprimtari pastaj e ngrit edhe e bën prej muslimanëve që vërtet kanë arrit kulmin e besimit, edhe pse ka qenë prej atyre muslimanëve të hershëm. Në këtë dhanje, tham që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka dhimbt asnjë sasi derisa e ka dhënë krejt që ka pas. Ka mbet pa kurrë edhe njerëzit prap kërkonin prej tij, bilet ka disa transmetime, disa prej beduinëve, njerëzve do thotë të shkretirës, nga kërkesat e shumta që i vinin dhe kërkonin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i kanë shku edhe i kanë mbështet për një kodrinë, me thënë kushtimisht, duke e keni parasysh njerëzit në këso situata i afrohen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga mirësia e tij, duke u tërheq, duke mos pas kur desa kanë mbështet edhe ju ka drejtu atyre që thot s'ka mu, u kry, nuk kam çka më dhon më, se me pas as nuk më bën kur far përshtypje që do ta leja anash. Edhe thot për Zotin kur njet nuk do të më gjeni që jam dorështrëngues ose jam duke rujt diçka për vete. Po krejt që kam ja u kom dhon. Edhe nuk jam mashtrues, edhe nuk jam të rrajt, po jam duke thonë të vërtetën. Edhe kështu ju thot, derisa e shohin edhe bitën që s'ka më, u harxhu do thot, o shpërndaj ajo çka është, edhe e lajnë të qetë. Kjo është domosdoshmë ngjarja çka përmendet në veprimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam karsi pasurisë. Tash, janë disa veprime të cilat kanë ndodhur në këtë rrethon, prej tyre është që tregohet në disa transmetime që disa prej munafikave kanë shpreh një lloj mos pajtimi dhe një lloj shqetësimi pse ata nuk kanë marrë sa kanë dëshiruar. Edhe kanë filluar me akuzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prej tyre ka qenë një person që i kanë thonë Dhul Khuwaisira. Ka qenë prej Beni Temimit, i dihet edhe emri qartë, emri edhe fisi, kush ka qenë ky njeri, vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thot ja Muhammed. O Muhammed. Disa transmetime thotë ja Rasulullah, po në një formë qortuese,
i fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i thot i'dil. Po domon vepro drejt, nuk je tu bë drejt. Domon një lloj çortimi që ja bën ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që o Muhammed nuk je tu punu drejt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast hidhrohet. Po nuk hidhrohet për veten e tij, për personalitetin e tij. Po hidhrohet në këtë akuzë. Edhe thot, kush je ti që më thon mu këtë fjalë? Kush do të vepronte drejt nëse unë nuk jem pe atyne? Që Allah i madhreshëm ma ka besu emanetin më të madh që mundet me pas njeri në këtë dynja, emanetin e përcjelljes shpalljes, edhe unë jam të mundu në formë në mënyrë më të mirë me që unë vend, edhe ti me ardhë edhe me thonë nuk je të vepru drejt. Edhe thot laqad khibta wa khasirta. Kjo fjalë që a ke bati edhe kjo pretendimi joti që ka i të thonë, domthonjë ka me të shkatru ty edhe ka me të marrë në qafë. Edhe ai nga hidhrimi tërhiqet edhe largohet. Pra nuk kërkon falje, nuk këshillohen nga ky veprim i tij, saqë Omeri më njëherë kërkon atë stilin e tij, atë sistemin e tij, thot atë t'ja nis ta bëjmë këtë, t'ja hekum kryt edhe ta rahatojmë. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thot kurse se kjo për arsye se nuk du me thonë njerëzit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i vret shokët e tij. Shokët e tij edhe nuk pranon, po i thot le për arsye se vërtet ai ka me pas njerëz, edhe ka me pas njerëz të i tij, edhe që kanë me dalë prej tij, që vërtet kanë me qenë njerëz që ju kini me nënçmu namazin e juj para namazit tyne. Domthonjë ibadeti i tyne, veprimet fizike që kanë mi bë, kanë me qenë shumë të jashtëzakonshme. Domthonjë falja e tyre, ibadeti i tyre, adhurimi i tyre ka me qenë që kur të shish ato ke me thonë kur kun his jam unë. Amo dije thot që ata do të jenë aq, pra do të kalojnë në këtë ekstrem, saqë yamruquna min al-islami, do të dalin prej fesë, sikurse që del shigjeta prej harkut. E keni parasysh tash kur e qet kur e shajtëron, do thot me shigjet, edhe ki harkun edhe kur e lëshon so shpejt del. Do thot një çast edhe del thot në atë formë kanë me dal prej fesë. Dhe këta janë ata që ndoshta në kohën bashkëkohore i njohin me termin e havarigjet ose tekfir, domthonjë njerëzit të cilët e kanë të zhvilluar veprimtarinë e tekfirit apo akuzimit të tjerëve në daljen nga feja për disa veprime të caktuara, domthonjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar që këta janë pasardhësit e këtij. Pra, fillimisht e kanë akuzuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për këtë veprimtari, pastaj këtë e kanë instrumentalizuar edhe në jetën e tyre të përditshme edhe tek njerëzit e tjerë, madje edhe tek pastaj edhe tek besimtarët në përgjithësi, edhe ky domthonjë është ajo esenca e havarigjizmit, do thotë rrjedh nga ky person edhe soji i tij në përgjithësi. Prandaj e shohim edhe këta njerëz që ndoshta mund të ketë edhe ka fatkeqësisht në botën islame në përgjithësi, edhe tek ne nuk duhet domthonjë ta mohojmë edhe mos ekzistencën e këtyre kësaj ideologjie në përgjithësi, e shohim do thotë i kanë 3-4 gjëra që fokusohen në to, edhe janë si një forme mjetit të identifikimit a je musliman apo nuk je musliman. Mundet me qenë për shembull votimet, nëse del me votu, faktikisht ke dalë prej fesë, ose etiketimi disa personave caktuar, personaliteteve caktuar, çfarë qëndrimi ke ndaj tyre, nëse ke qëndrim se i trajton ata musliman, atëre ai është jo besimtar, edhe ti që po e trajton filanin jo besimtar si besimtar, edhe ti ke dalë prej fesë, edhe në këtë formë e kanë një farë zinxhiri të etiketimeve, edhe të nxjerrjes nga feja besimtarët në përgjithësi. Fatkeqësisht të tillët kanë veprime, nuk prezantojnë me muslimanët në namazet e tyre, në xhumo e kështu me radhë, ndoshta disa prej tyre mund të prezantojnë, mirë po i kanë këto dyshime, esenca e tyre është nga kjo veprimtari që e kanë përmend ulemat në përgjithësi në disa hadithe, janë përmend si etiketim që këta janë do thotë çajt e xhenemit. Domthonë çajt e xhenemit kështu janë etiketuar për shkak të veprimeve ekstreme që i kanë në
praktikën e tyre në përgjithësi. Pastaj, prej personave tjerë, ka qenë edhe një person tjetër që përmenden gjithashtu edhe me emër, i cili ka qenë gjithashtu prej muslimanëve që është identifikuar sikurse musliman, por nuk ka qenë musliman, ka qenë dyftërs, pra munafik, edhe kur e ka pa ndarjen që i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ndoshta nuk i ka konvenu, nuk ka marrë ka synu me marrë, ka thonë, kjo ndarje që i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është bën ndarje për hir Zotit. Nuk është synu arritja kënaqësisë së Zotit madhreshëm. Edhe kur e ka ni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë fjalë, ka duru edhe ka bë sabër, edhe ka thonë rahimallahu Musa, Allahu e mëshiroft Musen alayhis salam. Qad udhiya bi akthara min hadha fa sabar. Allahu e mëshiroft Musen, i cili është mundu, edhe është ballavaçu me mundime, edhe më trona se kjo që unë po ballavaçona, megjithatë ka bë sabër edhe ka duru, prandaj po duroj edhe unë, edhe ka të kalu kët etiketim edhe kët fjalë që e ka thonë ky njeri. Pra, kjo është do thotë çështja që ndërlidhet me çështjen e ndarjes së pasurisë, ka mbetë edhe një ngjarje dhe me këtë po e përmbyllim këtë situatë. Ajo është se në këtë ngjarje dhe këtë ndarje të pasurisë, miliona me thonë kushtimisht, ensarët nuk kanë marrë kurrë. Asnjë hise të pasurisë. Ensarët nuk kanë marrë kurrë. Edhe disa djemë të rinë pej ensarve ju ka fut një lloj dyshimi pse më ndodh kjo. E ke parasysh tash dallimin mes rastit të parë edhe rastit të dytë. Edhe në kërkesën që e kanë bërë, e keni parasysh ata beduin që e kanë mbështet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për muri edhe kanë kërkuar prej tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka çortu. Ka qenë i sinqert për arsye se synimi i tyre ka qenë që kanë menduar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka edhe kanë lyp prej tij. Edhe ka thonë që për Zotin nuk kam, po të kisha ju kisha dhënë, edhe ju nuk do të më gjeni në asnjë situatë dorështrëngum, as rënc, as që po ju mashtroj, po nuk kam me ju dhënë. Edhe me kaq pra nuk i ka çortu më shumë. Për dallim nga ky person apo këta dy tjerë të cilët kanë akuzuar në personalitetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo si vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po në thirrjen e pejgamberisë së tij. Pra, çfarë çështje ka bë. E njëjta ka ndodhur edhe me ensarët, të cilët e kanë një veten në një formë të anashkalum, që pse në këtë ngjarje ata janë domthonë si në një formë janë lënë anash. Edhe disa prej të rinjve, domthonë djemve të ri, kanë thonë çka po ndodh kështu. Domthonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ju jep atyre njerëzve që neve hale shpatat tona i kemi që po është domthonë gjaku i freskët nga lufta me ta. Domthonë kemi luftuar me ta edhe i kemi vrarë deri në momentin e fundit, e tash po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një formë po i shpërblen ata. Edhe kjo farë, me thonë kushtimisht, thashë thëm apo fjalë, i ka shku në vesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ka bë, veprimin e parë që ka bë, ka kërku prej Parisë ensarë, ka thonë me mi mbledh krejt ensarët në një vend. Thuhet që ka qenë një tendë e madhe, edhe i ka mbledh dhe ka thonë nuk guxon me prezantu askush që nuk është ensar. Edhe mlidhen ata, edhe thirrën vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe takohet me ta, vetëm me ta. Edhe e përcjellin hadithin se çfarë bisede ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta. Edhe thot, kam dëgjuar disa muhabete prej juve. Atëre njerëzit që flasin prej ensarve, më të mëdhejt, më të moshuarit, si zakonisht, ka thonë, oj dërgumi i Zotit, ajo që ke ni nëse ke dëgju, thot nuk është prej neve Paris. Jënë disa djemë të ri që e kanë thonë si fjalë, edhe kjo është e tëra. Nuk është domosdoshmë diçka që na e besojmë apo na e pretendojmë. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kthehet atyre edhe thot ja ma'shar al-ansar, o ju ansar. Thot, a nuk keni qenë ju ata që keni qenë të humbur, edhe unë kum ardhë edhe ja kum tregu udhëzimin. Ata thonë po i dërgumi i Zotit.
Thot, a nuk jeni ju ata të cilët vërtet keni qenë në armiqsi ndërmjet veti, edhe unë ju kum vllazëru. Edhe pra i tregon ato përparësit edhe veprimet që kanë përfitu muslimanët prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që i kum bashku zemrat e juja edhe jeni ba do thot si një trup i vetëm, keni të i kalu çdo peripeti së bashku me mu, edhe kemi, domthonë kam qenë unë ai që ju kum udhëhes, edhe ata bela, domthonë me plot gojen të gjithë kanë pranu edhe janë kanë të vetëdijshëm edhe e kanë thonë këtë me gjithë bindje. Thot, e pse nuk po më përgjigjeni, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata thonë, çka me të përgjigj? Këto krejt çka po thu ti janë domthonë të vërteta, s'kem çka me të thonë, edhe thonë al-mannu lillahi wa li rasuli, do thot këtë begatia edhe kjo dhunti që na ka ardhur neve i takon Allahut dhe pastaj pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për Zotin, po të dëshironit, atëre do të ma jepnit këtë përgjigje. Edhe tash po fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çfarë ata, domthonë në emër të ensarve. Mundeni me më thonë, thot ju mu, edhe ti i dërguar i Zotit, a nuk na ke ardhur neve i një përndjekur prej popullit ton tek ne, edhe ti ju domthonë ensarët, ju më keni mbrojt mu. Edhe do të mundeni me thonë, edhe a nuk jeni ata të cilët unë kam qenë i ngrat, i shkret, domthonë kur kush s'm ka përkra, të gjithë më kanë refuzu, edhe ju jeni ata të cilët më keni marrë edhe më keni mbrojt. Ju jeni ata të cilët faktikisht krejt më kanë luftu edhe më keni fut në mbrojtjen e juj. Thot, a jeni ju ata, domthonë mundeni mu përgjigj me këto përgjigje, ata e ulin kokën dhe fillojnë më rrjedh lotët prej syve të tyre, edhe thonë prap al-mannu lillahi wa li rasuli. Vërtet begatia i takon vetëm Allahut, pastaj pejgamberit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot për Zotin, nëse e keni gjetë këtë në zemrat e juja, që ju kum anashkalu, atëherë dijeni thot, se për Zotin, nëse krejt njerëzit do ta merrnin një rrugë caktume, dhe ensarët do ta merrnin një rrugë caktume, unë do të shkoja pas ensarëve, thot. Dhe nëse në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse do të kisha mundësi zgjedhjeje të mos isha muhaxhir, atëherë gjithsesi do ta zgjidhja të isha pjesë e popullit, domthonë prej juve, prej ensarëve, do ta zgjidhja. Edhe thot Allahu i mëshiroft ensarët, i mëshirot fëmijët e ensarëve, edhe fëmijët e fëmijëve të ensarëve. Thot, çka po ja merr mendja, që të tjerët, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të tjerët, njerëzit tjerë, do të shkojnë në shtëpitë e tyre me pasuritë e kësaj edhe të mirat e kësaj dynjaje, dikush me deve, dikush me dele, dikush me kali, dikush me pasunin e luajtshme, kurse ju do të shkoni në shtëpitë e juaja me pejgamberin e Zotit të madhreshëm. Thot, cilin do ta zgjidhnit? Atëherë ata gjithsesi thonë do e zgjedhin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë fillojnë me qajt, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qanë, edhe kështu pajtohen, edhe kuptojnë ensarët që vërtet begatia më e madhe që e kanë njerëzit në këtë dynja është pasuria e hidajetit, pasuria me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse të mirat e kësaj dynjaje shkojnë e vinë. Mundet njeri me u gëzu, por është diçka që është kalimtare, nuk është ajo esenca. Prandaj edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë për veti kurrgjë s'ka marrë për veti. Krejt ja u ka lënë atyne, edhe ky është bashkangjit me ensarët, edhe është kthy në, pra ka vendosur me u kthy, edhe ky ka qenë ai paralajmërim më i gëzueshëm për ensarët që do të kthehen së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte pra ajo ngjarja më e jashtëzakonshme dhe ai faktikisht fjalimi më emocional, më domethënës që ka ndodhur, mundem me thonë edhe në historinë njerëzore, në mes të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ensarëve, edhe kështu është përmbyll me një kënaqësi të jashtëzakonshme edhe nga ana e ensarëve, po edhe nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka shok të jashtëzakonshëm, prandaj edhe ka urdhëruar edhe ka kërkuar
edhe ka porosit njerëzimin edhe umetin e tij që me bë dua për ensarët vazhdimisht. Prandaj edhe kjo është ajo epiteti i të qenurit ensar, edhe muhaxhirit nuk ka dyshim ata të cilët e kanë mbrojtur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me kaq e përmbyllëm, inshallah vazhdojmë javën e ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.